Dashur besimtar, siç kemi vazhduar në ligjëratat e ditës së diel, jemi fokusuar tek çështja më thelbësore dhe e rëndësishme në Islam, që është morali. Po ashtu inshallah do të vazhdojmë po mbi këtë temë, ku në fakt për sot dua që të ndalem tek një ajet në Kur'anin famëlar, që është tek surja Feth, ajeti i fundit i kësaj sureje, ku aty Allahu i lartësuar përshkruan cilësitë e besimtarëve dhe përmend sejdën Allahu në këtë ajet, sejdëja e cila duhet të jetë një veprim i cili në fytyrën e besimtarit duhet të lejë një shenjë identifikuese. Dhe thot Allahu në Kur'an, si ma hum fi wujuhihim min athari sujud. Inshallah taala, kjo është pjesë e këtij ajeti të fundit, domethënë, por kjo pjesë inshallah përpiqemi nxjerrim një mësim të madh. Dhe thot në fytyrat e besimtarëve, ata të cilët, siç shpjegohet pak më lart, janë ata të cilët e ndjekin të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Muhammedur Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguar i Zotit, është Rasulullah, dhe ata të cilët janë me të, pra që e besojnë Muhamedin alayhi salam, janë ata të cilët janë të ashpër ndaj kufrit, janë të mëshirueshëm me njëri tjetrin, dhe i shikon ata të cilët përkulen në ruku dhe në sejdë bien për të fituar kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Ata kërkojnë vetëm kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Dhe më pas thot si ma hum fi wujuhi min athari sujud, dhe në fytyrat e tyre do të shikosh pikërisht shenjën që lën sejdëja, dhe kjo nuk është diçka specifike për muslimanët, të pasuesit e Muhamedit alayhi salatu wasalam, po kjo ka qenë diçka që i ka specifikuar Zoti dhe veçuar Zoti gjithë ata besimtarë që kanë qenë edhe më përpara në profetet e tjerë, sepse thot fi ma hum fi wujuhi min athari sujud dhalika mathalun fi Tawrah. Dhe po kështu këta janë përshkruar edhe në Taurat, pra tek ligji, sheriati i Musait alayhis salam, duke nënkuptuar që kjo ka qenë një cilësi edhe e profetëve të mëparë. Kështu që të dashur besimtar, namazi për ne është një urdhër që Allahu i lartësuar e ka bërë atë 5 herë në ditë, që ne të dalim në praninë të Zotit të takohemi me të. Por një namaz ku nga ai ne nuk do të nxjerrim përfitime, atëherë ai do të ishte namaz i kot. Për shembull, e ka përshkruar profeti alayhis salam, sepse kjo duhet të jetë një pjesë e pandashme e moralit të besimtarëve, ku thot e ka përshkruar Kur'ani, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi në vetvete, që ti e fal një namaz me khushu, me devotshmëri, një namaz që e fal me përqendrim, një namaz që e fal duke qenë i bindur se përpara kujt ke dal, Allahu subhanahu wa taala, është një namaz i cili ti prej tij duhet marrësh një ushqim që ty më pas të pengoj kjo fuqi shpirtërore nga çdo gjë e keqe, çdo gjë e urryeshme, çdo gjë e shpifur, çdo gjë që ka të bëjë me gjuna, çdo gjë që ka të bëjë me kundërshtim Allahun subhanahu wa taala. Kështu që ky namazi në vetvete, sejdëja, e ka këtë potencial. Pra e ka ushqimin aty. Problemi është kush arrin të ushqehet me atë ushqim të namazit që më pas të dalë në jetën e tij të përditshme pikërisht me këtë fuqi të madhe shpirtërore. Dhe këtu ajeti specifik që dua të ndalemi është që sejdëja le shenjë në fytyrën e besimtarit. E kanë komentuar që herët këtë punën e shenjës, sepse është kujtuar se shenja e sejdës është balli i nxirr që dikush mund të ketë rënë në sejdë. Edhe varet ku ka rënë në sejdë, varet vendi ku ai bie në sejdë, mund të jetë vendi ashpër, lëkura e tij mund të jetë lëkurë e butë që me një kur prek në ashpërsi, me njëherë ajo nxihet, siç dikujt mund të nxihet lëkura me një prekje të lehtë. Por nuk është kjo. Këtë e ka komentuar Aliu radiallahu anhu, sahabiu profetit alayhis salam,
që nuk është kjo shenja e sejdës që mund ta kujtojnë shumë njerëz të paditur, thot ai. Shenja e sejdës është totalisht diçka tjetër. Shenja e sejdës është lumturia që besimtari fiton nga namazi, që është për besimtarëve në radh parë. Është lumturi e madhe kjo, ai që e kupton. Është pasuria më e madhe që Allahu ja ka dhënë dikujt besimin në besimin e një Zot të vërtet, në dëshminë absolute la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe kjo në vetvete, pse ti je prej këtyre që bën sejdë, duhet të jesh njeriu më i lumtur dhe kjo duhet të rrezatojë në fytyrën tënde. Duhet të japi fytyra jote pozitivitet me të tjerët. Sepse ti gjen lumturinë e brendshme dhe është ligj që nëse njeriu nuk ka lumturi të brendshme, nuk mund të japi lumturi të jashtme tek të tjerët. Nëse njeriu nuk është i lumtur në shtëpinë e vet, mos e prit të jetë i lumtur me të tjerët. Dhe kështu, këtu ne në këtë pjesës kaq të bukur të këtij ajeti, duhet të kuptojmë që sejdja në përgjithësi në Islam bëhet në xhami. Normalisht ne falim namazin kudo, por ne toka është sejdë. E ka quajtur profeti alayhis salam. Është një nga veçoritë që e kemi në si umet, se profeti alayhis salam tha që mua më është dhënë diçka që nuk e është dhënë profetëve më përpara dhe një prej këtyre është toka mu bë sejdë, që ti mund të falesh namaz kudo qofsh. Por ama prezenca në xhami identifikon besimtarin musliman. Ajsa Muhamedi alayhis salam do ta ngrinte në grada namazin me xhamat deri në 27 herë, më shumë se sa mund ta falësh vetëm. Kështu që në këtë koncept sejdja do të thotë që në vendin ku ti do të shkosh ta bësh sejdë në xhami, ti duhet që patjetër aty të gjesh një lumturi. Duhet që xhamia të jetë vendi ku ti ushqehesh shpirtërisht. Duhet që xhamia të jetë vendi ku ti kontribon me mirësinë e sejdës që përfiton. Në vetvete, xhamia ku ne vendosim kokën në sejdë është vendi ku Allahu do ta quante xhamin shtëpinë e tij. Allahu i ka emërtuar disa gjëra Bejtullah për shembull për Qaben, apo inna masajida lillah, apo xhamiat janë të Allahut, si shtëpia e tij. Që do të thotë duke i veçuar me këtë emër shtëpi, do të thotë është diçka e veçantë dhe e vlerësuar tek Zoti subhanahu wa taala. Dhe pikërisht kur ne vim në xhami, është një mirësi e madhe rreth parë alhamdulillah që na ka bërë Allahu për tyre, por edhe sa kuptim plot është që të kuptoj besimtari rëndësinë ku ai vendos kokën në sejdë në këtë vend, në këtë tapet, në këtë shtëpinë tonë të përbashkët që është shtëpia e Allahut, që sa e rëndësishme është që gjithë secili për nesh të kontribojë në diçka të mirë për sa i përket bashkësisë islame, vëllazërisë besimtarëve me njëri tjetrin, me pozitivitetin e madh që ai merr pikërisht nga kjo sejdë. Prandaj dhe do të përshkruante një prej selefëve të mëparë, si Abdullah ibn Mubareku radhiyallahu anhu, i cili ka thënë se moralin më të lartë të besimtarit mund ta shikosh thot në 3 cilësi. Do ta shohësh besimtarin thot të jetë fytyrçelur. Do ta shikosh besimtarin thot që bën punë të mira dhe e ndalon punën e keqe. Pra këto janë 3 cilësi të besimtarit musliman. Fytyrçelur, të jep pozitivitet kur e sheh, të kujton Allahun kur e sheh, të kujton profetin alayhis salatu wassalam kur e sheh dhe të afron me Allahun, të jep pozitivitet, të jep kënaqësinë e të qenurit vëlla besimtar, që na ka bashku gjëja më madhore që është njohshmëria e Zotit dhe për këtë ne mblidhemi, për këtë fakt ne ulemi bashk, për këtë fakt ne diskutojmë hallet dhe problemet tona, se ndryshe po mos kishim të përbashkët, askush prej nesh ndoshta nuk do të përputhej ndoshta edhe në karakter të ulej diku për të bërë një muhabet. Por është pikërisht Islami që është gjëja më themelore, e cila na bën ne më pas që edhe shumë gjëra të cilat ndoshta në karakteristikat tona, karakterin ton mund të kemi përplasje, ama shikojmë që për hatër të Zotit ne përmirësohemi ditë ditës, sepse duam pikërisht që mos të prishim shijen e sejdës që ne marrim në xhami ku i përkulemi dhe i nënshtrohemi Allahu subhanahu wa taala. Kështu që të jesh fytyrçelur, të bësh punë të mira dhe të pengosh të keqen, do të konsiderohet si një 3 cilësi me anë të së cilit besimtari do të identifikohej midis njerëzve. Normalisht
Kur e shikojmë këtë thënie kaq të bukur që neve na përshkruan, pikërisht Abdullah ibn Mubarak që rrjedh domosdoshmërisht nga mësimet e mëdha të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne shohim që të jesh i pajisur me këto cilësi do të thotë që do të rëndoj peshorja në ditën e gjykimit kur do dalin para Allahut të lartësuar, sepse vetë profeti sallallahu alaihi wasallam e përshkruaj që namazi dhe morali janë dy punët që do të vendosen të parat në peshore. Që do të thotë në momentin që njeriu është në rregull me namazet, njeriu është në rregull me moralet islame, atëherë ky njeri ka potencialin e madh me lehtë Allahut të lartësuar për të bërë prej banorëve të xhenetit. Profeti sallallahu alaihi wasallam për të shtuar mirësi mbi këtë mirësi ka thënë se ti buzëqeshësh vëllau të musliman është sadaka. Çdo punë e mirë që ti bën, selami, buzëqeshja, takimi, dhënia dorës, përqafimi, pyetja si ka hallet, problemet, të gjitha këto konsiderohen sadaka. Edhe fytyra e qeshur, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, konsiderohet sadaka. Ndoshta është diçka njerëzore, ndoshta është diçka normale në jetën e përditshme, por ama duke u konsideruar sadaka do të thotë që është një vepër që Zoti e do. Dhe ne si besimtar jemi të mësuar që mos të neglizhojmë veprat, sado të vogla qofshin ato, sepse profeti alayhis salam tha kërkojeni xhenetin edhe nëse është gjysmë urme arabe. Edhe me anë të saj duke dhënë sadaka, duke ja dhënë dhurat dikujt, atëherë ti mundesh të fitosh kënaqësinë e Allahut. Dhe për këtë njeriu mundet edhe ta fitojë xhenetin. Kështu që kur shohim jetën e përgjithshme të profetit sallallahu alaihi wasallam, që përshkruhet me fytyrën e qeshur, që përshkruhet me bërjen mirë dhe ndalimin nga e keqja, ka shembuj shumë të bukur. Por këtu dua të ndalem tek çështja se buzëqeshin e morën vesh, të jemi fytyrë qeshur e kuptuam, të bëjmë punë të mira, të përgjithshme, vullnetare, sadaka e gjëra të kësaj natyre, edhe këtë e kuptojmë, po të ndalosh nga e keqja çfarë do të thotë? Se zakonisht të ndalosh nga e keqja, ne kuptojmë ti flasim dikujt pse bën një të keqe. Ti flasim dikujt të largohet nga ajo e keqe, për ta ftuar drejt së mirës. Kjo po futet tek ndalimi ndaj së keqes. Por më e rëndësishme se sa kjo është që njeriu të ndaloj të bëri të keq vetë. Kur ai edhe ka të drejtë për të marrë hakun e tij dhe ta kthej hakun e tij ndaj tjetrit, që normalisht është diçka njerëzore, është e drejtë, por në këtë rast ai nëse heq dorë, atëherë kjo do të thotë të ndalosh nga e keqja, që është akoma më e rëndësishme. Se tek të tjerët jemi mësuar të japim këshilla, tek të tjerët jemi mësuar të japim mend, por sa ne frenojmë veten tonë, sepse është si puna e atij shembulli që e kam bërë edhe në formë humori, 3 vëllezër musliman, duke parë në një telefon video, edhe po qeshnin, njëri duhet vjen edhe e merr këtë telefonin nga dora e këtij dhe largohet me vrap. Ky që e kishte në dorë përpiqet të shkojë ta kapi, çfarë do t'i bëj, do ta vrasë, do ta ndjek mbrapa, ndërkohë shokët thon, "Hajër", thon, "duro pak sepse edhe kjo mund të ketë hajrin e vet, nuk e dim pse u sprovove me këtë." Edhe ky u bind, "Po mirë, tha, në rregull", futi dorën në xhep, nxorri telefonin. Po tha, "Kush është ky?" Tha, "Ky është telefoni im", tha. "Po pse kujt i qe?" Tha ai tjetri. "Ai ishte joti", tha. Ai ku ky më kap me vrap pastaj. Kështu që çështja është që njeriu të mësoj veten e vet në radh parë për të ndaluar nga e keqja, se këtë të tjerët japin mend shumë kollaj. Dhe është një nga provat e sotme që ne me të vërtet përballemi me situata të kësaj natyre, pa të njoft fare tjetri, as emri nuk ta di, ata japin këshill thot për adër të Allahut. Kjo që bëre ti është gabim. Po nga e diti që është gabimi në radh parë. Pastaj në radh dytë, ti herë duhet ta shohësh atë që ke përballë, ta njohësh, ta shohësh pse ai e bën atë veprim, se ai ndoshta është fillestar në fe. Ndoshta ajo lloj këshille atë mund ta dëmtoj.
Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam gjithë njerëzve që vinin rreth e qarkti i jepte këshilla në bazë të kapaciteteve të tyre, në bazë situatave të tyre. Kështu që njeriu duhet të mësojë rreth të parë të përmirësojë veten e vet. Dhe shembulli me vepër është mbi çdo fjalë që mund të thotë njeriu. Dhe kështu dhe kur shohim profetin sallallahu alaihi wasallam, ka një rast me një bedevi, me një nga këto njerëzit e shkretëtirës, analfabetët e shkretëtirës, i cili e pa profetin sallallahu alaihi wasallam, subhanallahu, se kur e mendon si situatë, me të vërtetë shikon çfarë karakteri të madh kishte profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Edhe e shef profetin duke ecur, profeti shkon e ka prej xhube, e treq me forcë. Ai thot, o Muhammed, thot, pra i flet ashpër. As o i dërguar i Zotit nuk i thot, po i flet në emër. E treq, e lëndon nga treqja e fortë. Kështu përshkruhet. Edhe i thot, o Muhammed, thot, më jep nga pasuria e Allahut që të ka dhënë, thot, që ke, thot. Dhe kur e pan sahabët këtë, ishin gatshëm të shkonin atë dhe edhe ta dëmtonin, ta godisnin, që është kjo sjellje me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë profeti sallallahu alaihi wasallam u kthyen nga ai, thot, edhe i buzëqeshi, thot. Ndërkohë ishte e drejtë e profetit alaihi salam që të nevrikose apo që ta mësonte në kuptimin, ti mësonte dy sjellje. Ti thoshte ç'është kjo sjellje, ç'është ky veprim. Por ai e buzëqeshi, pa kush ishte në radh parë. Pa kush ishte. Në bazë të saj tha, ky kërkon me ngrënë tani, do pasuri, varet sa ditë ka pa ngrënë, tani t'i japun këshilla këtij sikur pra nuk shkon, nuk është koha. Edhe i pa tha, jepni ushqim, i tha këtij, me buzëqeshje. Jepni ushqim. Apo rasti atij bedeviu tjetër që erdhi ke xhamia profeti alayhis salam, edhe njëri i shkretëtirë, i pa edukuar. Dhe shkon del mes njerëzve diku në themelët e xhamisë së profetit alayhis salam dhe bën urinën. Shkojnë sahabët dhe për pak e hoqën qafe. Profeti alayhis salam i largon, lereni, thot, të qetë. Dhe i thot, ti je njeriu, thot, më i dashur se unë, thot, nuk dua asnjë nga këto të tjerët. Sepse ishte personi përballë që meritonte këtë lloj trajtimi. Dhe sa e kujdesshme është kur ne me të vërtetë nxitojmë kashit të tjerëve për të dhënë një këshill, duke qenë patjetër duke dashur të mirën, por ndonjëherë duke dashur të mirën mund të bësh keq sepse nuk e di ku kemi përballë. Kështu që profeti sallallahu alaihi wasallam dhe në raste të kësaj natyre që me të vërtetë janë raste jo të thjeshta, janë raste që mendoje të bëj ty edhe mua kjo gjë dhe se si do të reagoshe. Do ishte diçka e papranueshme në moralin njerëzor minimalisht, në etikën minimale njerëzore, që të ketë respektin njeriu, të di të flasë, të di të preki, të di të drejtohet, edhe shiko se me çfarë përballet profeti sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu që tham, të ndalosh nga e keqja është të ndalosh veten, mos bësh keq kur e ke mundësinë. Dhe ne e dim profetin sallallahu alaihi wasallam kur u çliru Meka. Filluan njerëzit që e kishin kundërshtuar profetin alaihi salam për vite me radhë të merrnin Ebu Sufjani për shembull, të merrte bashkëshortën, të merrte pasurinë e tij, të largohej përfundimisht nga Meka, sepse humbën luftën. Humbën kashim muslimanëve, tashmë për ta s'kishte vend në Mekë. Ndërkohë të gjithë njerëzit e pjekur që e njihnin profetin alayhis salam, i thoshin, rrini, thot, sepse Muhamedi alayhis salam është falës, është mëshirues. Ai ka për t'ju falur juve, por Ebu Sufjani ishte karakter shumë i vështirë. Ishte prijes i Mekës, elhamdulillah, pastaj u bë musliman. Por imagjino njerëzit morën pasuritë e tyre për t'u larguar nga Meka, nga frika se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të hakmerrej. Kur futet profeti alayhis salam në Mekë, qafa e tij ishte paralel me qafën e deves. Edhe ecin e kishte të thjeshtë, dhe nuk eci me krenari. Ku do shkoni ju tani, që më bët mu këto edhe këto gjëra, që më përsekutuat, që më vrat, që më larguat. Sot kanë fuqinë edhe marrin hak, dhe njeriu me të vërtetë sa ka fuqi merr hak. Por kush është ai i cili edhe kur ka të drejtë fal, zjat dorën i pari? Sepse kjo do të thotë të ndalosh nga e keqja. Më primare, ndalon veten tënde.
Dhe kështu, profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi dhe i pyeti, çfarë do mendoni tha ju se unë do të bëj me ju sot? Dhe ata i thanë, ti je vlla bujar dhe ne ty të njohim për bujar, njëri i sëmirës, njëri i bamirësisë, i bujarisë. Dhe Muhamedi alayhis salam tha, shkoni, tha, jeni të lirë. Asnjë lloj llogarie. Asnjë lloj llogarie. Përveç ka pas 3-4 element që me shpalljet e Allahut ato janë azgjësuar. Me shpalljet e Allahut që Allahu kishte vendosur për ata që për ta s'ka më shpëtim, ndërkohë të tjerët u falën të gjithë. Dhe ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra që e pengonte të keqen që mund bënte vetë me dorën e tij, kur e kishte mundësinë. Edhe kishte të drejtë me bë të keqen. Dhe edhe po ta bënte atë, ligjërisht ai quhej që ka bërë drejtësi. Dhe kjo është interesante, sepse ai po të merrte hak, ai mbi të gjitha bëri drejtësi. Por ai edhe pse do vinte drejtësi, në dëm të tjetrit ai përsëri zgjodhi faljen. Prandaj tha profeti sallallahu alaihi wasallam, i premtoi një shtëpi në mes të xhenetit atij i cili largohet nga debati edhe kur ka të drejtë. Pra largohet nga bërja e keq edhe pse ka të drejtë, që mund ta dëmtoj tjetrin. Kurse ne sa fitojmë një debat ka shi dikujt, i hypi më keq kurris. Ama thash se ishte kështu, po po zmblove ti, më punë e di, po un kam këtë. Pra gjithë secili përpiqet më pas që të lavdëroj veten e tij. Për shembull, shiko çfarë rasti interesant ka poshtë me profetin sallallahu alaihi wasallam që jepte pozitivitet me fytyrën e tij, me sjelljen e tij që njerëzit me këshillat e tij ndryshonin jetën. Se ndonjëherë njeriu merr pozitivitet vetëm kur e shet dikë, e kur e merr një këshill nga ai sikur i ngjit më pas. Sepse duket elhamdulillah, sepse ajo mirësia e sejdës në Islam do të quhet ndryshe drita e sejdës. Fytyrat shkëlqejnë ata të cilët me të vërtetë ka fytyra nur, që quhet nurun ala nur, dritë mbi dritë, sepse marrja e abdesit, rënia në sejdë Allahut të lartësuar janë vepra të cilat e pastrojnë njeriu, janë vepra të cilat e largojnë të keqen nga njeriu. Dhe kështu në këtë formë shkoi një djalosh i ri tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tha, o i dërguar i Zotit, tha, ishte moshë e re, më lejo tha të bëj zina sepse nuk duroj dot, i tha. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam imagjino, edhe këtu tregohet rasti i Omerit që sa e dëgjon këtë pyetjen irritohet me të madhe. Ç'është kjo pyetje e drejtuar profetit sallallahu alaihi wasallam? Pra është turp të vish me këtë pyetje ke profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe profeti tha, ulu, tha, edhe ju kthye me mirësinë e fytyrës së tij të bekuar. Dhe i tha, po mirë, tha, po sikur tha këtë veprim ta bëjnë me motrën tënde, nënën tënde, vajzën tënde, tezën tënde, hallën tënde, a do ta pranoje diçka të tillë? Tha, do t'i vrisja. Po mirë, tha, ajo që ti do të bësh zina, tha, nuk është ta nëna e dikujt, motra e dikujt, halla apo tezja e dikujt. Po. Dhe e prek në krahëror profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe i thot, e lut Allahun e lartësuar që t'i japi qëndrueshmëri dhe devotshmëri të madhe, dhe ky më pas me të vërtetë arrin devotshmëri të madhe. Por është pikërisht ky rast që tregon se sa i butë ishte profeti sallallahu alaihi wasallam në tiparet e tij, të fytyrës së tij, të dritës së tij, të përçimit të moralit të lartë dhe dhënia shpresë tek njerëzit që kanë kontakt në jetën e përditshme, që gjithë secili prej nesh ka kontakt me njerëz, me shok, me miq në punë, që kur të na shikojnë neve, të thonë, ky që shkon në xhami, ky që falet, që minimalisht kujton Zotin kur na shohin ne njerëzit, minimalisht. Nëse me të vërtetë kemi arrit këtë në rrethin ton shoqëror, që kur na shohin ne arrin të ti kujtohet Allahu, vallahi është mirësi e madhe. Do të thotë që ke punuar sadopak me veten tënde, jo se ke punuar me ato. Ke punuar me veten tënde. Je përpjekur të jesh besimtar i mirë me veten tënde, elhamdulillah. Kështu, më pas kanë thënë se të jesh fytyrë çelur, të jesh i buzëqeshëm, të karakterizoj buzëqeshja si besimtar musliman, sidomos në kohët e sotme kur njerëzit janë të stresuar, atëre
kur themi që buzëqeshja është sadaka, sot në këtë kohë nuk është më sadaka e thjeshtë, po është sadaka me vlerë të madhe. Sot që ty s'të flet komshiu ke pallati, sot që ka një individualitet njeriu është mbyllur në vetvete, edhe një mëngjes nuk ta thot. Edhe ka raste futesh në një ashensor dhe i prap s'të flet. Aq të mbyllur janë njerëzit në vetvete. Dhe prandaj thonë që sot kjo sadaka që thot profeti alayhis salam e buzëqeshjes nuk është më një sadaka e thjeshtë. Se me njëri tjetrin ne e dim për ne është e thjeshtë, sepse është diçka normale, alhamdulillah ne përshëndetemi me fjalët më të bukura, me fjalët e xhenetit selam aleikum, por atje ku ai personi që nuk i di këto gjëra, dhe ti të jesh i pari që buzëqesh, të jesh i pari që je pozitivitet, i pari që flet, si tha profeti alayhis salam, më i mirë për ju është ai që jep selam i pari atij që njeh dhe atij që nuk njeh. Dhe kjo patjetër vjen vetëm si shkak i ndikimit të sejdës që duhet ketë në fytyrën dhe në moralin ton si besimtar musliman. Patjetër që kjo më pas duke u përmirësuar njeriu vet, përmirësohet familja, përmirësohen fëmijët, përmirësohet lagja ku jetojmë, shoqëria mbar, domethënë. Se alhamdulillah musliman ka sot patjetër shumë në numër, janë të përhapur në gjitha lagjet, kanë gjithë secili atë rrethin e vet ku mundet të japë ndikimin e tij, por varet sa dëshirë ka, varet se sa don që të sakrifikoj për atë të Zotit nga vetja e tij, minimalisht për të qenë shembulli më i mirë në shoqëri. Dhe mua më pëlqen shumë ta them që nëse ne na drejtojnë gishtin dhe thon për ne që filani, por është rob i mirë, nuk gënjen, nuk mashtron, të ndihmon, të flet, të buzëqesh, vallai mund të jetë shkak që njeriu të fitojë xhenetin sot. Sepse je shembull shumë i mirë, je shembull shumë perfekt në një shoqëri që ne sot këtu ku po jetojmë i dim të gjitha ato problemet që njerëzit kanë. Janë në borxhe, janë në kredi, halle, probleme, emigracion, edhe ti bësh një dikush që i sjell pozitivitet minimalisht tek njerëzit në shoqëri. Kam bërë dhe shumë eksperimente sociale se sa e rëndësishme është që njeriu të buzëqeshit. Duhet ta keni parë për shembull që e kanë mbushur një tren që udhëton me kamera duke bërë këtë eksperimentin, dhe një njeri që ka vendos kufjet në vesh, ka një telefon në dorë dhe fillon të qesh. Kot, ai është aktor dhe fillon të qesh dhe shikon që njerëzit fillojnë të qeshin me të qeshmen e tij dhe të gjithë qeshin me njëri tjetrin dhe nga të gjithë të lodhur nga puna të raskapitur i kap të gjithë një moment gëzimi, një moment lumturie. Dhe kjo patjetër shiko se sa pozitive është që një njeri të ndryshoj rrjedhën edhe të japi shembull të mirë, siç profeti sallallahu alaihi wasallam jepte në jetën e tij të përditshme. Dhe e fundit që mund kemi parasysh të dashur besimtar për mos ta zgjatur më tepër, është çështja që kjo mirësi, ky ndalim i së keqes, kjo fytyra jon e çelur duhet që sidomos kur me njëri tjetrin kemi debate, kur me njëri tjetrin bëjmë diskutime, gjithmonë duhet jemi të matur që edhe debatet që bëjmë me njëri tjetrin të jenë në atë edukatën e lartë të muslimanit për të zgjidhur një problematik, për të zgjidhur një diskutim, për të përmirësuar një situatë. Jo të jetë debati shkak që ne të ulim njëri tjetrin, të nënçmojmë njëri tjetrin. Kjo do të ishte gabimi më i madh. Dhe këtë besimtari më pas e shtrin gjithandej në jetën e tij të përditshme. Kështu që lutim Allahun xhaleshanu që me të vërtetë ky ajet pra që kalon në surën Fet, ajeti 29, ajeti i fundit, me këtë pjesës kaq të bukur si mahum fi wujuhim min athari sujud, që patjetër tek besimtari duhet që të tregohen shenjat që ka lënë sejdja, duke na bërë alhamdulillah rreth parë dobi neve të përmirësojmë moralin ton, zemrat tona, karakterin ton, edhe ta paraqesim atë alhamdulillah në jetën tonë të përditshme, qoftë edhe me buzëqeshje, qoftë edhe me fjalën e mirë, që të gjitha këto tek Allahu kur ne do t'i bëjmë vetëm për të fituar kënaqësinë e tij, ne do të kemi shpërblim dhe asgjë nuk humbet nga ajo çfarë Allahu i lartësuar
na ka këshilluar për ta bërë, ajo çfarë profeti alayhis salam na ka këshilluar për ta bërë, nuk u mbet tek Zoti, vetëm se ajo shtohet në veprat tona dhe do të jetë patjetër vepër shumë e rëndë ditën e gjykimit, sepse bëhet fjalë për moral. Dhe sa më shumë njeriu përmirëson moralin e tij, aq më shumë ai shton rëndesën e veprave të tij të mira ditën kur do të kemi nevojë qoftë edhe për punën më të vogël që mund të jetë shkak që të shpëtojmë. Prandaj nuk duhet të neglizhojmë asnjë punë e cila neve na afron tek Allahu xhaleshanu. Allahu na bëf prej tyre, Allahu